Me organizimin e Universitetit Shtetëror të Tetovës u promovuan librat e profesor Dr. Jusuf Osmani, Krimet e Serbisë në Kosovë 1998-1999 dhe Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë në vitet 1998-1999. Dy veprat janë përplot me fakte nga krimet serbe në Kosovë gjatë luftës 1998-1999. Fillimisht autori shpalosi fotografi të dëbimeve masive të shqiptarve që nga shekulli i 19 dhe në fillim të shekullit të 20. Pastaj foli edhe për kolonizimin e Kosovës nga kolonët serb pas 1945-s. Vazhdoi me shpjegimet për vrasjet, masakrat, dhunimet dhe dëbimet e popullatës shqiptare nga vendet e tyre autoktone në vitet 98-99. Dy libra, Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë, ku janë regjistruar 1380 fëmijë, prej tyre 298 të moshës deri në 5 vjeçare, ndërsa kam arritur që të regjistroj 12.100 viktima civile të vrarë në këtë periudhë, duke filluar nga janari deri me 12 qershor kur hynë trupat e NATO-s në Kosovë. Prezantohen edhe të dhona të tjera për masakrat që në bërë, për dëbimin e popullatës shqiptare, për dhunimet ndaj femrës shqiptare, ku kam evidencuar rreth 20.000 femra shqiptare të dhunuara në këtë periudhë. Pastaj dëmet e luftës, rreth 15 miliard dome janë bërë në Kosovë, sipas një parallogarie. Rënimet e objekteve vendbanimit, objekteve ndihmëse, xhamive, shkollave, objekteve të tjera. Janë regjistruar 188.000 objekte të rënuara. Autori përveç shumë fotografive solli edhe shifrat e sakta të dhunës së ushtruar mbi popullin shqiptar nga dora barbare serbe, që të dy veprat e Krimet e Serbisë në Kosovë 1998-1999 dhe Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë 1998-1999 të autorit Osmani ofrojnë fakte rrënqetëse për krimet serbe në Kosovë, sidomos për ato në vitet e fundit të luftës në Kosovë. Lexuesi i vëmendshëm do të vërejnë se këto vepra kryesisht flitet për krimet e Serbisë në Kosovë, sidomos gjatë luftës së viteve 1998-1999 dhe në veçanti për krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë. Këtu bëhet fjalë për torturat, traumat, të vrarët, të masakruarit, të dhunuarit, të bagjeturit, të burgosurit, të zhvendosurit dhe të dëbuarit nga vatrat e tyre shekullore. Për rëndësinë e organizimit të promovimit të këtyre librave, foli prorektori për arsim Fehari Ramadani. Tablo e përgjithësuar në lidhje me këto krime njerëzore të kryera nga regjimi fashist serb i udhëhequr nga Slobodan Milošević, na paraqiten në veprat Krimet e Serbisë në Kosovë në vitet 1998-1999 dhe Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë 1998-1999 të votuar nga Dr. Jusuf Osmani, të cilat po i promovojmë sot. Këto dy vepra janë mjaft voluminoze me nga 600 faqe secili. Ato përmbajnë informacione të detajuara dhe shumë të hollësishme për krimet e kryera në Kosovë gjatë viteve 1998-1999 nga Serbia. Dr. Jusuf Osmani në këto vepra paraqet planet pushtuese e kolonizuese të Serbisë ndaj shqiptarëve dhe Kosovës, si dhe synimet e Beogradit për rënimin e institucioneve dhe të ekonomisë kosovare. Autori Dr. Jusuf Osmani të gjitha prezantimet i bëri në formën kompjuterike me PowerPoint, duke prezantuar fotografi, dokumente, tabela e të tjera për krimet e bëra.